Ky është kanali i Vrakës i cili derdhet në liçenin e Shkodrës. 2 vjeçari ka qenë duke luajtur në oborrin e shtëpisë së tij, e cila ndodhet fare pranë këtij kanali dhe ka përfunduar në ujëra. Kërkimet kanë vazhduar gjatë gjithë natës dhe vetëm mëngjesin e ditës së sotme në grykderdhen e këtij kanali në liçenin e Shkodrës ai është gjetur i pajetë. Ishte duke luajtur në oborrin e shtëpisë së tij dhe përfundon në kanalin e Vrakës. Është kjo historia e dhimbshme e 2 vjeçarit Erisë Xhmir Tahiraj nga fshati Boriç i vogël i komunës Gruemir të Malësisë së Madhe. Ishin familjarët që njoftuan policinë, pasi kishin përfunduar pa rezultat kërkimet rreth shtëpisë dhe tek të afërmit e tyre. Pak metra larg shtëpisë në breg të kanalit, u gjet lodra e 2 vjeçarit. Për gjetjen e tij u angazhuan forcat të policisë dhe të afërm të familjes Tahiraj. 2 vjeçari ishte fëmia i vetëm i kësaj familjeje.